Është koha për një monolog të shkurtër, sepse mesazhet në emisionin Bardazi nuk mungojnë kurrë. Para se të kaloj tek monologu, dua të falenderoj kompaninë Dorelan për besimin që ka pasur tek ne, për të përcjellë mesazhin që të gjitha produktet Dorelan janë me gjysmë çmimi dhe në rast se nuk ju pëlqen produkti mund ta ktheni dhe t'ju kthehen lekët. Monologu im do jetë për batutat. Disa nga batutat e mia që kam qef që t'i them njerë shumë e qënë se e kam topin dhe mund t'a gjoj penaltin vetë. Ju të gjithë e mbani mend batutën që shqiptarit mund t'i bësh çfarë të duash, por vetëm mos e shikosh trembër. Ka ardhur koha tani dhe për ca batuta të tjera. Shqiptarët janë populli më i veçantë në botë. Mësojnë mësuesit e tyre. Në Shqipëri, vazhdimësia është diçka heroike. Sepse në Shqipëri lejohet zvaritja dhe jo fluturimi. Në këtë vend në një qafë dalin, si ata që përpiqen, si ata që nuk përpiqen. Shqiptari nuk duron do t'i zësh rrugën me makinë, por mund të duroj një qeveri për vite e vite me radhë që i zë rrugën e integrimit. Shqipëria është një vend shumë i keq për të mirët dhe shumë i mirë për të këqinjt. Këtu të këqinjt lulëzojnë si pemë të larta. Nuk është faji im që tek ne kungulli bosh kushton më shumë se kungulli plot. Nuk përzjash më shumë për batuta me shqiptarët, sepse shqiptarët janë një popull jashtëzakonshëm, ashtu sikur se çdo popull tjetër në botë. Kanë të mirat dhe të këqijat e tyre, ashtu sikur se çdo popull tjetër në botë. Por ne duam t'i prekim pak cenet tona në mënyrë që t'i riparojmë, t'i rregullojmë dhe të bëhemi më të mirë se sa jemi. Dhe po e mbyll me një batutë të fundit, nëse doni që gjërat të lëvizin, lëvizni. Dhe këtu kaloj në një thyrje të shkurtër, do të tregoj historinë e 4 qirinjve. 4 qirinj po digjeshin ngadalë. Qiriu i parë tha: "Unë jam paqja, po njerëzit nuk më duan dhe nuk më ngelet gjë tjetër vetë se të shuhem." Kështu, pak nga pak, u shua krejt. Qiriu i dytë tha: "Unë jam besimi, por tashmë nuk vlej për asgjë dhe nuk ka kuptim të rindezur." Dhe pa mbaruar, era fryu dhe e shoj. Qiriu i tretë i të shtruar tha: "Unë jam dashuria, nuk kam forcë për të vazhduar. Njerëzit nuk e kuptojnë çfarë rëndësie kam, më urrejnë." Dhe pa zgjatur, filloi të fike ngadalë. Në atë çast, aty ku ishin qirinjt, hyn një fëmijë i vogël dhe kur i pa të fikur tha: "Po ç'bëni kështu në errësirë? Ju duhet të rini të ndezur se unë kam frikë errësirën." Dhe ja plasi të qarit. Atëherë qiriu i katërt i tha me ëmbëlsi: "Mos u trem, mos qaj. Derisa unë t'jem ndezur, gjithmonë mund t'i ndezim qirinjt e tjerë. Unë jam shpresa. Kur mos ndaloni së shpresuari, miru takofshim javës tjetër."